Limi Hoti njihet në opinion si dajloshi që ka pasur aventura romantike me disa personazhe publike, mes tyre edhe Alben dhe Bian, dy banore të njohura të BBVK. Por ajo që tërhoqi edhe më shumë vëmendje ishte veprimi i tij pak para hyrjes në shtëpinë më të famshme. Çfarë fshihet pas kësaj veprimi dhe si do të ndikojë në dinamikën e spektaklit, ditën para se të bëhej pjesë e BBVK. Limi pranoi një dhuratë jo fort të zakonshme, një sasi të madhe prezervativësh. Kjo dhuratë ka shkaktuar shumë diskutime dhe spekulime në rrjetet sociale, duke e bërë atë një temë të nxehtë për adhuruesit e tij. Me krenari, ai publikoi edhe një fotografi ku shfaqej i mbushur me to, duke e bërë këtë moment edhe më të paharrueshëm. A është kjo një strategji për të tërhequr vëmendjen e publikut, apo ka një plan më të thellë në mendje? Një nga pyetjet kryesore që lind është: çfarë do të ndodhë me Limin brenda shtëpisë? A do të përdor ai këtë imazh për të krijuar një personazh të fortë dhe tërheqës, apo do të përballet me sfida të papritura? Një tjetër aspekt interesant është se si do të reagojnë banorët e tjerë ndaj tij. A do ta pranojnë si një rival të fortë, apo do të përpiqen ta izolojnë për shkak të sjelljes së tij provokuese? Mbetet të zbulohet plani i Limit në ditët në vijim. A do të arrijë ai të bëjë një emër për veten brenda shtëpisë? Apo do të jetë një kalimtar i zakonshëm në këtë aventurë televizive? Me siguri, fansat e tij do të ndjekin me interes çdo lëvizje të tij, duke pritur me padurim për të zbuluar se çfarë do të ndodhë më tej. A do të jetë ai një nga yjet e reja të BBVK, apo do të zhduket shpejt nga skena?